Ja se çfarë i ndodh trurit, zemrës dhe kujtesës nëse konsumoni rozmarin çdo ditë. Vlerat dhe përfitimet që merrni nga rozmarina janë të shumëfishta, duke filluar që nga pamja e jashtme deri tek organizmi. Kjo bimë aromatike bën pjesë në familjen e mentes, rritet me shumicë dhe në vendin tonë dhe shpesh përdoret edhe për të shijuar gjithashtu gatime të ndryshme. Zakonisht është e njohur për venditë e saj qetësuese për dhimbjet e trupit dhe përmirësimit të memorjes. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Në këtë spektër, si vlera dhe përdorimet e saj janë të shumta, siç e tham nga gatimi deri te vajrat esencial. Në këtë video, sipas sajtit Eating Well, do të rendisim disa nga përfitimet kryesore që do të merrni nga përdorimi i kësaj erëze. Ka ndikime të mira për shëndetin e mushkërive. Mushkërit janë vazhdimisht në punë duke thithur oksigjen dhe duke nxjerrë jashtyre dioksidin e karbonit. Janë organi kryesor të cilët çojnë edhe oksigjenin në gjak dhe ndër më të rëndësishmet për mbrojtjen e shëndetit tuaj. Nëse përjetoni probleme të mushkërive, do të thotë më pak oksigjen në trup, duke shkaktuar një mori problemesh të tjera shëndetësore, të cilat mund t'ju rrezikojnë gjithashtu edhe shëndetin tuaj të përgjithshëm. Sipas mjekëve, krahas trajtimeve në spitale ekzistojnë disa mënyra për të stimuluar futjen e oksigjenit në trup. Ndërto është edhe bima e mrekullueshme e rozmarinës, e cila stimulon futjen e oksigjenit dhe është një burim shumë i mirë i vitaminave. Ajo përmban vitaminën A, B dhe C, duke përfshirë edhe minerale të tilla si magnezi, kalciumi dhe zinku. Këto minerale ndihmojnë në forcimin e sistemit imunitar duke nxjerrë jashtë trupit toksinat e dëmshme nga trupi. Jo vetëm që personat që kanë probleme me mushkërit mund të përdorin rozmarinën, por ajo mund të jetë gjithashtu edhe shpëtimi juaj më i mirë edhe kundër problemeve për nxjerrjen e pluhurit dhe ndoçëve nga organizmi juaj. Kështu, nëse doni të përmirësoni sistemin tuaj të frymëmarrjes dhe të përmirësoni mushkëritë tuaja, mjafton të shtoni këtë bimë aromatike në dietën tuaj. Mund ta konsumoni në formën e çajit ose të bëni masazhe në krahëror me vajin esencial të rozmarinës ose ta konsumoni më shpejt në ushqime. Rozmarina është një bimë shumë e mirë, gjithashtu mund t'jap përfitime të mira edhe për shëndetin tuaj të syve. Për personat të cilët përjetojnë humbje të shikimit ose atë që quhet degenerimi makular i syrit, rozmarina mund të jetë një ndihmë e mirë. Kjo sëmundje prek zakonisht të moshës mbi 50 vjeç dhe do vështon shikimin gradualisht. Për të ulur rrezikun e prekjes nga kjo sëmundje, rekomandohet të konsumoni sa më shpesh këtë bimë të veçantë. Duke qenë e pasur me antioksidant, rozmarina ndihmon në luftimin e sëmundjeve degenerative të syrit, citon Eating Well. Rozmarina është një bimë shumë e mirë që mund t'jap rezultate fantastike në mbrojtjen e shëndetit. Ajo do t'jap rezultate të mira edhe në tretjen tuaj. Duhet të shtoni me do e mos rozmarinën për të përmirësuar sistemin tretës dhe për të marrë gjithashtu vlerat e saj unike në mbrojtjen e imunitetit dhe në lehtësimin e këtyre komplikacioneve. Duke qenë e pasur me antioksidant dhe vitamina, kjo bimë do të ndikojë gjithashtu edhe në tretjen më të mirë të ushqimeve. Kujdesuni që të shtoni rozmarinën vazhdimisht në dietën tuaj, duke marrë parasysh edhe rëndësinë e madhe ushqyese, të cilat do t'jap organizmit një mburojë të shtuar edhe në sistemin tretës. Gjithashtu, vlerat e rozmarinës janë të larta edhe për shëndetin tuaj të trurit. Nëse doni një kujtesë më të mirë edhe me kalimin e kohës, atëherë shtoni rozmarinën me do e mos në dietën tuaj. Kështu do ta keni më të lehtë të merrni përfitimet e saj. Ndihma që kjo bimë jep edhe për memorien dhe përqendrimin e trurit është vërtet e paçmueshme. Do t'jap rezultate fantastike në mbrojtjen e shëndetit tuaj dhe gjithashtu do të lehtësoj edhe komplikacionet e tyre. Ekspertët thonë se rozmarina mund të përmirësojë shëndetin e memorjes deri në 30% nëse përdoret ashtu si duhet. Kështu rezultatet do t'jenë të mahniqme dhe gjithashtu mbrojtja e shëndetit tuaj të memorjes do t'jetë e mirë. Rozmarina është një bimë fitimprurse për të gjithë ata persona të cilët dua të kenë gjithashtu edhe një memorie më të fortë. Ndihma që kjo bimë do t'jap me memorien është e mirë gjithashtu edhe kundër problemeve të depresionit.
Ndaj, nëse doni të përfitoni më shumë nga kjo bimë, këshillohet ta shtoni me do e mos në dietën tuaj. Rozmarina ndihmon edhe për sëmundjet neurologjike siç mund të jenë për shembull depresioni, ankthi, skleroza e shumëfisht dhe mjafton ta konsumoni ato rregullisht, ta përdorni si çaj ose të bëni masazhe me përdorimin e kësaj bime. Rezultatet që do të merrni do të jenë fantastike në rritjen e vlerave të trupit dhe gjithashtu në lehtësimin e problemeve të depresionit. Nëse doni të largoni ujërat e tepërta nga trupi, rozmarina është një bimë e cila mund të japë rezultate fantastike në këtë drejtim. Kjo bimë mund të jetë një shpëtim për personat që kanë tendencën të mbledhin ujin e tepër brenda në trup. Ndjesitë e fryrjes ose rëndesës do të largohen me rozmarin, pasi do të nxjerrë të gjitha toksinat nga trupi juaj. Sigurohuni ta konsumoni sa më shpesh çajin me rozmarin në dietën tuaj, duke ditur edhe rëndësinë e madhe ushqyese që do t'jap mbrojtje së shëndetit në lehtësimin e këtyre komplikacioneve. Sigurohuni ta konsumoni në formën e çajit ose në forma të tjera. Rezultatet që do të merrni janë fantastike. Nëse vendosni ta përdorni rozmarinën në trajtimin e problematikave të mundshme, dhe nëse merrni medikamente për këto probleme, para konsumit, konsultohuni gjithmonë me mjekun tuaj për të evituar kështu çdo problem që mund të ndërlidhet edhe me përdorimin e gabuar të saj. Latinisht do të thotë vesa e detit, dhe ajo është një nga erëzat më të preferuara të visave shqiptare. Në mesjet rozmarina është të përdorur gjërësisht. Ajo ka vlera të larta shëndetësore dhe mbi të gjitha përmirëson kujtesën dhe është e pasur me ushqyes të mirë në mbrojtjen e organizmit dhe gjithashtu në lehtësimin e problemeve të tij. Ndaj, nëse doni të keni një organizëm më të fortë dhe shëndet më të mirë, rozmarina duhet të jetë pjesë e pandare e dietave tuaja. Konsumi i rozmarinës do të përmirësojë qarkullimin e gjakut në tru dhe do të ndihmojë gjithashtu edhe në rritjen e përqendrimit. Gjithashtu, shkencëtarët besojnë se aroma e rozmarinës ndikon në gjallërimin e aktivitetit të trurit. Jo më kot qytetrimet e përdorin rozmarinën edhe për të rritur performancën e kujtesës. Vaji esencial i rozmarinës është të përdorur ndërshekuj për të larguar dhimbjet e kokës e dhimbjet muskulare. Gjithashtu, ajo është e mirë edhe kundër problemeve të reumatizmës dhe të artritit. Rozmarina ka aftësi parandaluese të rënies së flokut dhe thithjen e problemeve të yndyrnave. Gjithashtu është e mirë edhe kundër problemeve të thinjave të flokut. Vaji i rozmarinës dhe çaji i saj janë përdorur gjërësisht për të stimuluar dhe ushqyer rritjen e flokut dhe shëndetin e tyre. Por si të përgatisni çajin e rozmarinës? Përbërësit që u duhen për të përgatitur këtë çaj janë mjaft të thjeshtë dhe mund t'i gjeni lehtë në shtëpinë tuaj. Një filxhan me qumësht, një degë rozmarine të thatë dhe një lugë gjethe rozmarin të thatë, një lugë çaji mjaltë. Ndajini degët të rozmarinës në copa dhe hidheni në tenxhere me qumësht dhe i lini që të ziejnë ato së bashku. Hiqeni nga zjarri dhe lini të qëndrojë së bashku për 5 minuta, gjatë të cilave duhet të përzieni lëngun vazhdimisht. Shtypni copat e rozmarinës me lugë që të lëshojnë një aromë të fortë dhe të çlirojnë vajrat esencial. Shtoni mjaltin dhe çaji gjithashtu është gati për konsum. Rozmarina është një bimë e cila mund të japë rezultate fantastike në mbrojtjen e shëndetit tuaj. Ndaj, ajo mund të përdoret edhe për rritjen e performancës së trurit tuaj. Nëse doni që ta mbani rozmarinën dhe ta përdorni vazhdimisht, atë mund ta mbani edhe të mbjellur në shtëpi. Kur të vijë pranvera, merrni një degë rozmarine dhe vendosni në një vazë të vogël. 2/3 e vazës duhet të mbushet me rërë të trashë dhe 1/3 me pleon organik. Vendoseni vazën në një vend me dritë, por jo në ekspozim të drejtpërdrejtë rrezeve të diellit. Ujiteni rregullisht dhe mbajini atë në një vend të ngrohtë derisa degët të zejnë në rrënjë. Ky proces zakonisht zgjat për 3 javë dhe kështu në fund do të keni rozmarin të freskët dhe mund ta përdorni sa herë që ta keni të nevojshme për shëndetin tuaj. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos e zvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjoni këtë video, do ju ftoja t'i bëni like dhe ta shpërndani atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe miqtë tuaj.